Temperaturat e larta të këtyre ditëve të para të korrikut kanë rritur ndjeshëm numrin e qytetarëve dhe pushuesve që paraqiten në urgjencën e Spitalit Rajonal Durrës për të marrë ndihmën e parë. Bluzat e bardha ofrojnë shërbim mjekësor tek rreth 300 pacientë në 24 orë, ndërsa presin që këto shifra të jenë dhe më të larta në ditët dhe javët në vijim. Numri vizitave shkon te 270-300 në 24 orë. Presim që do vazhdoj të rritet në muajin korrik dhe gusht. Do shikojmë, pushuesit kanë filluar që të vinë, të afrohen. Gastroenteritet nga pjesa intoksikim alimentar ka filluar që të fillojnë atë. Më tepër janë këto pjesa edhe kondicionerët, temperaturat e larta bëjnë këtë pjesën e marrjes mendve. Të ftoje nuk është se kemi, më shumë pjesa e virozave dhe gastroenteritet janë tani. Për shkak të valës së të nxehtit mbi normalen e muajit, kujdesi që duhet të tregojnë, sidomos grup moshat më në risk, si të sëmurët kronik, mosha e tretë dhe fëmijët e vegjël, duhet jetë edhe më i shtuar. Për këtë arsye, bluzat e bardha rekomandojnë ndalimin e daljeve në diell në oraret e pikut, konsumimin e sa më shumë lëngjeve dhe konsumimin e ushqimeve të sigurta. Të dalin deri në mëngjes në orat 8 deri në 10 dhe mbas orës 6 që janë oraret që mund të dalin më të qetë. Të hidratohen, lëngje sa më tepër, të jetë ushqimi i sigurt, të eliminojnë sa më shumë pjesën e fast foodeve, sepse mund të bëjnë këto, shtojnë pjesën e diareve që janë të stinës tani. Krahas komplikacioneve shëndetësore që shkaktohen për shkak të kurbës së termometrit gjithnjë në rritje. Aksidentet janë një tjetër shkak për rritjen e numrit të pacientëve në urgjencë. Në harkun e disa javëve në Durrës janë regjistruar disa aksidente fatale, por dhe me persona të plagosur dhe të lënduar. Janë shtuar shumë, sidomos pjesa e makinave që lëvizin, kanë pasur aksidente goxha të rënda. Diskutohet të pjesave që janë edhe me skuterat, motorrat që bëjnë qarkullim më të lehtë për të shpëtuar, por trafiku i rënduar normalisht e ka shtuar dhe numrin e aksidenteve. Kemi goxha fraktura të pjesëve të gjymtyrëve dhe aksidentet automobilistike që kanë qenë goxha të rënda. Urgjenca e Spitalit Rajonal po përgatitet që në periudhën në vijim, numri i vizitave të arrijë në rreth 400 në ditë për shkak dhe të fluksit të madh të pushuesve, sidomos gjatë korrikut dhe gushtit.